Kunata s'po na do nonën, ne motrat po kujdesemi për të. Vëllau si është martuar ka ndryshuar shumë. Gruaja e tij, pra kunata jon, e ka mush mendjen dhe ka bë vëllaun për vete. As nuk na do neve, as nuk e do nonën. Ne si bia, edhe kur të shkojmë, na detyrohemi me bë bukën vet. Ajo, kunata, as nuk qohet me na qit në kafe ose as bukën. Ne ja pastrojmë nanës teshat, ne ja bëjmë bukën asaj dhe për vete. Por ajo që po na dhem zemra më së shumti është, ne kur po kthehemi në shtëpi tona, nana po jetë shumë keq. Ajo është e moshuar, po ka nevojë për një gotë ujë, po ka nevojë me nejt dikush me ta, po ka nevojë për një kashore bukë. Vëllau tër ditën në punë, kunata vetëm rën në dhomën e saj. Nana qashtu plak qohet dhe merr një gotë ujë. Qashtu plak e moshuar mundohet me bën ndonjë kashore bukë për vete. Shpirti po na dhem. Ka ndodhur shpesh që nana ka nejt tan ditën pa bukë, sepse s'mundet me përgatit bukën vet. Kunata blen bukën të gatshme, ka herë ja çon në bukë e ka herë as që nuk duket në dhomën e saj. Nana është e moshuar dhe nuk po i hat edhe ushqimet e shpejta që po i blen të gatshme. Ne i kena thonë nanës hajde jeto me neve, por ajo po don me jetu në shtëpinë e saj. Atje vëllau dhe kunata nuk po e dojnë dhe as nuk po e këshyrin. Po na digjet shpirti kur po na thot në telefon se s'kam hangur bukë sot hiç, ose po thot vesh ndark, ose kam hangur bukë të dihet. Po na digjet shpirti e po na dhem zemra. Shumë herë shkojmë me marrim në shtëpi tona, kujdesemi për nanën, dhe i kena thonë me nejt me neve, por si nana më, po e don djalin dhe nuk po don me lan shtëpinë vet. I kemi fol vëllau dhe kunatës, por nuk dëshirojnë me dëgju hiç për këtë punë. Edhe na kur shkojmë nuk na dojnë. Sa herë veç na dhe nana hajmë bukë bashk në dhomën e nanës. Nana ka hek shumë në rini deri ka rrit vëllau. E kemi një vëllau të hasretit. Ka punu shumë, vetëm që djali i saj me kanë shëndosh dhe mirë, e me pas kushtet e mira të jetës. Por vëllau nuk dëshiron me dëgju për këtë histori të dëmshme të nanës. Se herë që shkojmë të nana, ne kthehemi me lot dhe mërzi. Ja kthejmë shpinën e nanës të e ditë që ajo tash ka me jetu vetë, ka me pas nevojë dikush me fol me ta, ka me pas nevojë për një gotë ujë apo për ndonjë ushqim, e ajo detyrohet vetë me i bë. O Zot, sa dëmshme. I blejmë tesha, i bajmë bukë, e marrëm me vete, i kena thonë me jetu me neve, por si nana ma, nuk po don me la shpinë. Sa e së herë i kena marrë, sa e së herë i kemi folë, por nuk po në dëgjon. Andaj, ne po detyrohemi që me kujdes për nanën, herë të njëra motër e herë të motra tjetër, pastaj shkojmë me rend motrat me kujdes për nanën, ose shkojmë të gjitha. Por zemra po na dhem nga hekat e nanës që po i shohim, Zoti na ruajt. Duani nënat, duani vjehrat, kujdeseni për to. Një ditë të gjithë do të kemi nevojë për ndihmën e dikujt. Andaj mos gaboni.